sektor të ekonomisë janë shumë mbrapa si bazë industriale, bën që në rast se do të ketë një konflikt armatosur nesër pas nesër, çka që është shumë e mundur të ngjasi, nuk ka, megjithëse po mundohen fuqitë të mëdha SBA, Rusi, Kinë të bëjnë ç'është e mundur që ky konflikt të mos ndodhi midis tyre, sepse do ishte katastrofik për ata vetë, por edhe për globin, por nuk e përjashton dot mundsinë. Kinezët nuk i shoh pavarësisht gjuha që përkthehet te neve, se palli dhe një lajm, një tentativë për gru shteti, një njësi i ushtrisë sulmoi hotelin ku rinte Xi Jinpingi, mu duk si një lloj përgatitje për defaktorizimin e Kinës, për të krijuar një imazh që është një shtet i pakontrolluar, shtet i cili nuk është në gjendje që të ruaj, le të themi, balancën politike me atë ekonomike. Ndoshta për të trembur investitorët. Po nuk e shoh Kinën shumë entuziaste për luftë, pavarësisht se si përkthehet në perëndim. Absolutisht, kinezët nuk janë ende aty ku do donin të ishin që të bënin luftë, edhe në qoftë se do të kenë menduar ndonjëherë për luftë. Nuk besoj që kinezët janë të interesuar për luftë, sepse po fitojnë garën, dhe ai që fiton garën nuk e pse ta prishin lojën. Pra kinezët janë në avancim teknologjik, ekonomik, ushtarak, në gjitha drejtimet janë përpara. Nuk ju intereson, sepse në këto momente kur zotnia që është në fuqi në Kinë me emrin Xi Jinping, presidenti i vendit, zhvillon një fushat për të luftuar korrupsionin në radhë të ushtrisë, që është problem gjigant, që ndoshta e prodhon edhe vetë sistemi, për të thënë sistemet zakonisht të centralizuara janë të destinuara të prodhojnë korrupsion. Por ata kanë mënyrën e tyre të punuarit, menduarit dhe të luftuarit edhe të korrupsionit. Dhe fakti që, ne sot kemi një fushat në perëndim që burgosja apo degradimi i dy ushtarakëve të lartë është fundi botës për Kinën, tregon këtë, ndërkohë që ka dhe një gjë fare të thjeshtë që tregon që jeta vazhdon normalisht në Kinë, që në një moment caktuar ai që është përzierë në korrupsion i dalin lakrat në shesh dhe merr dënimin e merituar dhe jeta vazhdon. Tash historia më e shitur në perëndim është që i hoqi sepse nuk ishin dakord që të sulmonin Tajvanin në 2027. Domethënë çdo gjë mund edhe të jetë, nuk po them, por arsyetimi nuk të çon atje. Edhe një akuzë tjetër ishte agent amerikan. Në çdo rast, jetojmë në një kohë kur dezinformacioni, misinformacioni, i qëllimshëm apo i paqëllimshëm është në shkallën më të lartë dhe me sa duket kështu ka qenë gjithmonë. Bota ka qenë gjithmonë në këtë luftën informative, domethënë ndoshta kur flasim më mbrapa për Izraelin mund të themi diçka. Patjetër, po i themi asaj strategjisë Strategjia e Trumpit është pikërisht që ata duan që të kenë të rikthejnë Amerikës aftësinë prodhuese, sepse sot nëse Shtetet e Bashkuara të Amerikës do përfshiheshin në një luftë si ajo e Ukrainës, war of attrition, domethënë që e shkatërrimit fizik, lufta e trinçeve, e llogoreve, nuk do ishin gjendje të zgjasin sepse nuk kanë kapacitet prodhues, domethënë nuk mund të jenë të përfshirë në një luftë afatgjatë. Dhe kjo ka arsye të veta shumë interesant për ta zbërthesh pse doktrina ushtarake e Shtetit Bashkuar të Amerikës mbas luftës në Vietnam ka ndryshuar nga ajo ushtrive masive për të bërë luftë frontale në shock and awe, që thon goditje dhe respekt për atë që godet. Pra sot amerikanët pothuajse kanë shkurtuar shumë operacionet e këmbçorisë dhe kanë përsosur te masë të gjithë çka bëjnë nga ajri dhe nga deti. Domethënë janë në një diferencë të jashtëzakonshme nga shtetet e tjera për sa i përket aftësive për të bërë luftë nga ajri dhe nga deti. Po në fund ditës lufta fitohet nga ushtarit në terren, nuk fitohet as nga toka, as nga fiton çizmi e ushtarit. Kështu që në këtë këndvështrim, vim ke Irani, se pyetja ishte për Iranin, çfarë po ndodh. Krijohet përshtypja që zoti Trump, duke qenë në presionin rreth parë nga lobi izraelit Shtetet e Bashkuara të Amerikës, i cili bën dhe ç'bën politikan dhe fare mirë në nëntor mund ta përmbysë të gjithë raportin pozitiv që ka Trumpi me influencën e jashtëzakonshme që ka. Pra lobi izraelit është ai që punon për Izraelin për interesat që shkojnë në drejtim të goditjes së Iranit. Nga ana tjetër, Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë fare koshient që po pas saj çfarë vjen. Domethënë nga sa kuptohet
si thonë, dora rezervë, karta rezervë e këtyre që janë për ndryshimin e regjimin në Iran është djali i Shahut, i cili për hir të vërtetës për sa kohë do sillet nga perëndimorët në pushtet atje, jo vetëm që nuk gëzon një reputacion sepse janë ndej gjallë ata që kanë vuajtur pasojat e Reza Palevit, por edhe ky vetë i sjell nga fuqitë e mëdha është një person i cili nuk do të gëzonte ndonjëherë respekt. Pra do të rezultonte një situatë kaotike dhe një vend që del jashtë kontrollit, si Irani nuk është një gjë e lehtë për të menaxhuar në atë rajon goxha turbullt. Nga ana tjetër, kontradikta më e madhe për cilën kalon administrata amerikane, e cila është ndarë në dy pjesë. Një pjesë janë zoti Trump me pasuesit e tij, një pjesë tjetër janë paraçikët, të cilët janë më të lidhur me globalistët që janë europianët. Çfarë interesesh kanë europianët në Iran? Mos harrojmë që në luftën e qershorit, zoti Merz tha Izraeli është atje për të bërë punët tona të pista. Kështu që vërtetoi edhe një herë tezën që Izraeli është një krijesë e globalistëve për të mbajtur në kontroll atë zonë të lindjes mesme, e cila është shumë e pasur në minerale dhe është në pozicion strategjik. Goditja tjetër që mund të ishte me interes për perëndimin, po jo detyrimisht për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, është pengimi i korridorit Veri-Jug. Domethënë Irani është eksakt shteti në për cilin mendoj se do të kalojë korridori Veri-Jug, që do të lidhë Rusinë me detin Indian dhe do të jetë një rrugë tregtare me rëndësi të jashtëzakonshme. Dhe së bashku kjo, tash po kalojmë në një dimension tjetër, por janë të lidhura të gjitha. Ky korridor Veri-Jug së bashku me rrugën e Arktikut që po hapet, do të nxjerrë në jashtëloje të gjithë sistemin e ndërtuar nga Imperium Britanike të atyre ngushticave që kontrollojnë të gjitha rrugët e transportimit të energjisë, që nga kanali Suezit, ke Bab el Mandebi, ke Gjiri Hormuzit, ngushtica e Malakës, e kështu me radhë. Po ta shikosh në hartë, gjitha këto janë pika që i kanë pasur në kontroll Perandoria Britanike, me anë të cilave kontrollonte pothuajse gjithë tregtinë botërore. Thalassokracia që quhet, aristokracia e detit. Po. Në momentin që ke një rrugë tregtare Veri-Jug nga Rusia përmes Iranit del në detin Indian, në Oqeanin Indian, dhe rruga e Arktikut, atëherë gjithë rëndësia strategjike e këtij komunikimi përmes ngushticave dhe përmes atyre pikave ku në fakt më pas edhe Shtetet Bashkuara të Amerikës i kanë përdorur këto pika të ngushta, këto ngushtica për të ushtruar presionin e tyre mbi rivalet në kohën e luftës ftohtë me Bashkimin Sovjetik, por edhe më mbrapa edhe me Rusinë edhe me Kinën. Pra nuk është se Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk kanë qenë pjesë, por tash po jetojnë momentin ku po duan të ndahen nga kjo historia e politikave britanike, sepse ka një gjë që mund të duket si egzageruar, por jashtëzakonisht thjesht kanë përshtypjen për të kuptuar. Koston e këtyre shpenzimeve për të mbajtur këtë rend botëror paguajnë amerikanët. Pra gjithë flota amerikane, po shikosh edhe në Venezuelë, edhe në Iran, edhe në një vend tjetër, edhe në një vend tjetër. Dhe tashti me atë borxh të jashtëzakonshëm që kanë Shtetet Bashkuara të Amerikës, me këtë situatë ekonomike që kanë, me këtë ndryshim të strukturës sociale për shkak të eksportimit të bazës prodhuese industriale, nuk kanë më para për të mbajtur këtë industri. Dhe historikisht, të gjitha perëndoritë kanë ardhur në pikën e ndryshimit tyre, kur kanë filluar të mungojnë parat për të paguar ushtrinë, për të paguar shërbimet e ndryshme, si imperium që janë mbajtur deri më sot. Pra, në Amerikë ka kohë që në kohën e Obamës ka filluar të ndihet që po harxojmë më shumë se sa po fitojmë. Zoti Trump e gjen situatën të tillë ku ky disnivel midis atyre që harxojnë dhe atyre që fitojnë është jashtëzakonisht i madh dhe do mundohet të shkurtojë. Mendoni që në Iran do kemi vetëm një luftë siç ishte ajo 12 ditore, domethënë godit dhe largoju, po sikur nuk duket afrimi i gjithë këtij dispozitivi ushtarak aty. Dhe kam frikë se Amerika mund mbesë edhe në një batak lufte. Nuk përjashtohet mundësia, varet se kush do të ketë upper hand. Sepse Izraelit i intereson një Iran ku mbizotron kaosi, si në Irak, për shembull. Gradualisht Izraeli mund të padyshim është fuqia me një diferencë të madhe, më e madhe ushtarake, ekonomike dhe gradualisht edhe politike në rajon. Kështu që në fund të ditës, nëse do të jetësohet ajo që gradualisht po quhet Pax Judaica,
do ishte interesuar që të kishte paqe në atë rajon të botës, dhe vetëm që shtetet ishin marrëdhënie të mira me të, dhe ai si hegemoni i rajonit të mbante kontroll të tjerë, kështu që nuk do ishte dhe aq i interesuar për një Iran të dalë jashtë kontrolli, ku grupe të ndryshme duke përfituar nga mundësirat që i jepen nga kaosi, t'i bënin dëm Izraelit. Kështu që sa që është i interesuar për të rrëzuar këtë regjim në Iran, aq të interesuar që gjërat jenë brenda një norme dhe rendit të caktuar, mos ketë kaos si ai që pasoi në Irak apo dhe në Siri për një farë kohe. Kështu që po vendimtarja, kam përshtypjen që pyetja juaj për dytë insiston në atë që çfarë do ndodhi, në çfarë shkallë do jetë përfshirja e Amerikës me Iranin. Unë besoj që do varet shumë nga kush do të fitoj duelin brenda Amerikës midis globalistëve në Amerikë dhe sovranistëve. Pra nëse zoti Trump do jetë në gjendje që t'ju imponohet aparatçikëve, por edhe një pjesë të Senatit, se mos harrojmë që vërtet zoti Trump luan golf me Lindsey Graham dhe e ka mik, po janë dhe armiq për vdekje, sepse kur ishte puna në luftën 12 ditore, Lindsey Graham thënë që nëse nuk bën si i themi neve, ne kemi 75 vota në Senat dhe e bëjmë impeach presidentin, domethënë e shkarkojmë. Kështu është si ajo loja në politikë e famshme që kush janë shkallët e armikut, nuk e di e ke dëgjuar apo jo, dhe ke armik detuar ke edhe shok partie. Shoku partisë është shkalla sipërore e armikut, edhe këta që janë shumë shok dhe lozin golf, kur vjen puna për interesat e tyre politike, nuk janë më shok, po janë armiq për vdekje. Dhe në këtë rast zoti Trumpi duhet të lundrojë në ujëra tmerrsisht të turbulta, nga një anë paraçikët, nga një anë pjesë e Kongresit, nga ana tjetër lobi izraelit, nga ana tjetër europianët që për 1 milion arsye nuk po gjejnë dot asnjë lloj mundësie për të marrë vesh me zotin Trump, sidomos për çështje kryesore siç është lufta në Ukrainë. Kështu në vend që ti ketë aleat, siç i ka pasur deri tani, këta po mendojnë për NATO-n europiane, që janë koncepte groteske, sepse nuk ka si të funksionojë NATO europiane, se gjithë struktura e NATO-s është amerikane. Këto europianët janë një këtu, një atje, një këtu, nuk bëjnë dot strukturë mbrojtje e Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Po për të mos kaluar nga tema në temë, unë besoj që zoti Trump i ja ka dalë, pavarësisht që si shtatë dhe juve me të drejtë, ka goditur Nigerin, Houthi. Reprezalje kanë qenë, s'ka qenë tamam luftë. Deri më sot, sidomos Venezuela, është një shembull shumë që ajo që ndodhi në Venezuelë, domethënë rrëmbimi i presidentit apo arrestimi, çfarëdo që ta quajmë, ishte një ndërhyrje shumë e kufizuar. Nuk mund të themi që kishte të bënte me ndryshim regjimi. Nuk mund të themi që kishte të bënte me ndryshimin e të gjithë strukturës qeverisë në Venezuelë. Dhe ajo që i më shohet jashtëzakonisht pak se njerëzit janë fokusuar, sidomos shtypi, dhe kam përshtypjen që edhe shtypi në këtë rast është goxha i instruktuar se çfarë qëndrimi të mbajë. Po të shikosh nga Venezuela në Kubë janë një grup i ishujsh me Virgin Islands, në Bahamas, me Cayman Island dhe atje, të cilat janë të gjitha paresa fiskale që janë marrë me pastrime parave. Dhe zoti Trump, kur do të godasi kartelet e drogës që po bëjnë hatan me jeta njerëzish në Amerikë, nga 75.000 deri 100.000 veta që vdesin në çdo vit, djemë të rinj apo vajza të reja amerikane, mendon që rruga më e mirë për të përballuar me këtë problem në drogës është të këpusi fijet e pastrimit parave, se atyre kontrabandistëve të drogës, po ju preve mundësinë që të pastrojnë parat, nuk kanë më dollarët në për xhepa, s'kanë asnjë vlerë kanë kur shkojnë nëpër banka. Dhe Venezuela duket shumë që është pjesë, është hallka kryesore e një goditje që amerikanët mundohen të japin të gjithë kësaj që quhet shadow banking, Shadow banka. Shadow bank, bankat në hije, bankat në errësirë. Dhe ka pasur state of bank. Dhe ka një të dhënë, që ndoshta duhet verifikuar, po më shumë për të bërë argumentin se sa për tu mahnitur mbas shumës, janë rreth $240 trilion që qarkullojnë jashtë Shtetet Bashkuara të Amerikës pa kaluar përmes sistemit federal. Dhe ato qarkullohen përmes City of London dhe në çdo transakcion që bëhet me këto $240 trilion, City of London ka pjesën e vet, sepse është hubi, është ajo magazina, është qendra ku bëhen transaksionet financiare. Nuk po duhet të futem në shifra, po vetëm në konceptin se si funksionojnë bankat në hije jashtë sistemit financiar amerikan, të cilat në një farë mënyrë zoti Trump po mundohet që t'i fusin kontroll, dhe për t'i futur këtë kontroll mundet që bëri këtë lëvizje që bëri në Venezuelë, nëse pastaj mund të bëjë një gjë në Iran apo diku në një vend tjetër. Por
Unë mendoj që është e rëndësishme të mbahet parasysh që interesat amerikane me interesat europiane dhe izraelite nuk janë të njëjta. Dhe në mënyrë të veçantë interesat amerikane të përfaqësuara nga zoti Trump dhe shpura e tij apo njerëzit që e përkrahin. Vetëm dy fjali. Zoti Trump ka mbi shpinën e tij përgjegjësinë për vrasjen e Qasem Sulejmanit, ka përgjegjësinë për sulmin e 25 qershorit vitit kaluar dhe shumë afër një goditje tjetër. Po ama po ti shikosh, sulmi 25 qershorit dhe gjithë lufta e 12 ditëve duket si një luftë